Pishman Kola! Po si i ka ashtu, more? Si i ka ashtu më vrap? Si s'takove njëri, hajde. Po këtë do takoja. Cilin? Po, këtë drejtë, ato e humbën nuk ishin respekt për ty. Nuk është puna respektit, po lojnë që më bëjnë. Po lene më respektit, se kam problem për respektet atyre. Unë ato asi nuk, ato në jetën time nuk do jenë kurrë. Pra unë gjithmonë kam jetu... Së da regulloj unë vazhdo të. Kam bjetu në jetën time, pavarësi se aty unë ngarku pak. Kam hynë ndryshe, po me ato lërat, sepse ne jetojmë për ditë aty, me ato ndenjë me njëri tjetrin, unë kuptova shumë gjëra që... Po pse e kishe kaq shumë me këtë Rogertin? Do me thënë edhe në momente si ai që diskutuan pak minuta për para, prap të vinte në mendje Rogerti. Të kthye Rogerti kështu si gjë që të rrotulloj në kokë? Jo, nuk më rrotullohet fare, thjesht është ai njeri që vërtet krijoi një dinamik shumë të fortë brenda në shtëpi, por gjithmonë në shumë të fisët. A tu duk sikur e imitove dhe ti pak, apo? Në cilin aspekt dhe me kë banor? Jo, në kuptimin me klipet që kemi parë vazhdimisht, pra lojën e ti të ashpër, po themi, a tu duk sikur e imitove dhe ti, qoftë në qëndrime, qoftë në ngacmime, në batuta, në fjali që hidhje, apo? Ideja është që niveli aty komplet ka rrah totalisht. Më thuj një banor aty që është më mirë se unë në atë nivel. Më thuj një, do të them po, përveç Gimbos, fakti është që publiku në atë nominim të zgjodhi që ti ishe këtu sot, kështu që përsa ko... Në momentin që publiku e ka mendu kështu, unë jam në verdiktin e publikut dhe jam fiks... Pra, nuk je pishman për asgjë, thua? Për qatë jem pishman? Pra ato që e mbrënda? Po, njeriu është pishman për veprimet e veta, për fjalët e veta, për dikë që mund të ketë lënduar me diçka që ka thënë. Mund të lëndu më shumë ato. Të kanë lënduar ty më shumë. Patjetër që më kanë lënduar. Çfarë është diçka që të ka lënduar ty më shumë? Dgjoj, unë jam një moshë që ka marrë përsipër një gjë më të vështirë në jetën time për të përballë me ato që janë atje në shtëpi, sepse kam një moshë që kam 54 vjeç, kam pas përballë të gjithë ato të rinj, 23 deri 30 vjeç që janë të gjithë akulturuar, nuk kam pas, nuk e kam djerë asnjëherë asnjë nga ato paktën kujdes, sepse ky është baba jon, kujdes, pra ato gjithë musulmonin mu, edhe më thoshin jo 54 vjeç e tjerë me rradh. Me argumentin që baba ynë nuk do duhet të ishte sjell siç sillesh ti aty brenda. Atëherë po, ke edhe drejt këtu, edhe këtë, por kur dikush nuk të respekton, pse do t'i japësh respekt? Sikur unë për shembull kam sepse respekti fitohet, nuk imponohet për shkak të moshës. Pra, unë kurse si nuk mund t'i kërkoj një 20 e pak vjeçare të më respektoj sepse jam 40. Do të thotë sipas jush duhet me lënë një 23 vjeçare thotë që ti je 54 vjeç, ti s'ke mend, ti je plakush, e gjitha gjë që ti bësh. Do të thotë jo, në kuptimin që ti si 54 vjeçare në mënyrën se si qasesh me atë 20 e pak vjeçare aty brenda, do duhet t'i tregosh asaj që di më tepër, që di në momentin që një situatë ngrihet, ti arrin që ta ulësh, në momentin që ajo të ofendon, ti nuk ja kthen në jetën. Sa ditë unë s'kam dhënë asnjë lloj pozitiviteti fillim fare aty? Unë nuk e di se çfarë mund të kesh dhënë ti, je komentuar këtu, e gjen veten në studio në këtë përballje që nuk ishte e para, ishte e disata, po që fakti që nuk ke asnjë lloj pishmani, mua më vjen mirë, se në fund të ditës ti duhet të jesh okay me veten tënde. Jo, nuk jam okay unë me ato lloj veprime, sepse funa funit unë nuk jam ai Artan Kolat. E pra, për këtë prandaj të pyet. Jo, po diskutohet se me qenë budalla pastaj. Okay. Nëse ju ose publiku vërtet mendon që është ai Artan Kola, unë jam Artan Kola ai që keni nxjerr ju para javën e dytë as tretë që isha fani. Po pse zgjodhe tani nga vetja që ti thua unë jam ai fani? Nëse unë nuk mund të këndoj përpara një njeriu që nuk ka dëshirë. Nëse unë këndoj ju tash duhet marr përsipër për të kënduar një këngë. Jo, po nuk është e kënga, jo, unë po them për mënyrën se si. Për çdo lloj gjëje, pra në mënyrën kur fillova duke pa shumë negativitet aty, edhe unë fillova të mbushesha me negativitet. Pra, përveç se asaj që ti pretendon që do t'japësh një pozitivitet
kur një njeri nuk e pret atë, çfarë duhet bëjmë? Nëse unë si artist aty, çfarë duhet bëjmë? Merrem me gjithë banorët aty. Më thuaj, a do t'i them pak a shumë problemet që e shohin publiku dhe s'ka nevojë të i them. Por unë, çfarë duhet bëjmë aty kur kam njerëz të gjithë negativ? Janë të gjithë negativ? Po më ja ku i ke përballë, më thuaj një pozitiv aty. Ja. Ma thuaj, aty është ajo fjala e urt popullore që kemi pas dikur, bir salmoni nons këtë qash më parë. Më thuaj një nga ato. Ma thuaj një. Edhe thuaj po Artan ke drejt. A mendoni si Artani, Monika Arber? Jo, as pak. Madje, unë mendoj që ti lojën tënde ke pas me 2 standarde. Edhe ti do të trajtosh veten sot si një banor i shtëpisë që ke qenë perfekt, por nuk ke qenë në konveshtrimin tim. Tani, sot këtë negativitetin që ti po flet për Rogertin, Rogerti në konveshtrimin tim nuk ka asnjë ndryshim me lojën që ditën e parë që ka hyrë deri tani. Po. E njëjta gjë dhe për Mirin. Dhe me këta 2 njerëz, po ti vesh me minutazh, ke hëngrë, ke pirë, ja kënaq ti. Nuk kemi kënaq ne. Ama ka diçka. Jo, të lutem. Ke qenë tim ata dhe në atë kohë ty të lutem. Në gjitha format, a kam bërë ndonjëherë biseda me ato, duke bërë, më lutem Arbra. Jo, po të marroj, unë të dëgjoj aty. Po. Sa herë kam hapur televizorin, ti ke qenë me ata përveç 10 ditësh të fundit. Po. Dhe unë nuk të kam parë ty në atë kohë, para sa ata të nisnin këto sulmet me ty, që ti kundërveshe dhe ti thoja atyre që jo, kjo që po bën ti është gabim, se në atë kohë të intereson të tani. Po. Në momentin që ata u afruan me njëri tjetrin, nuk i duhesh më ti. Në rregull? Dhe pastaj ti fillove të zbulosh negativitetin e atyre. Jam dakord për negativitetin e Rogertit. Po Senaldo për shembull, pse do t'i fusësh gjithë në i thes? M'fal, pse Senaldo çai kam bërë Senaldo, unë duke më thonë babuim e tjerë. Unë po them çai ke bërë ti, po them pse duhet të gjithë të vlerësohen si njerëz qik. Sepse ato janë qik, të janë mirë. Unë e kuptoj që ty të vjen keq që ke dalë. Por nuk ke qenë dhe fort i drejtë. Se edhe ti e ke majti qik nga të ka shku ajo jotja. Kush nuk e ma, m'fal, kush po e ma aty ta ma? Nëse di unë e di ti. Po jo pra, edhe një diçka tjetër për punën e Rogertit. Rogert bomba. Është mirë që erdhi ky. E ke thonë erdhi ky legjenda. Mi ke thënë ti mor zotri. Unë i kam thënë Tullumbac, jo bomb. Si? I kam thënë Tullumbac. Po pse kanë gjomi bo budallaj shefin? S'ke boj qefi budallaj. Kanë gjomi abo me fresku budallaj. Jo, se s'është ashtu. Po jo, po shumë ashtu e mendoj unë. E mendon tani ashtu. Nëse don ti që armikun t'ja njofisht rri afër amikut, jo larg. Se larg s'ke si ta gjush. Dhe unë e kam kuptuar shumë mirë se sa çfarë loje kanë. Si Miri, si ai. Unë shpresoja që këto ishin arsyet që të kanë penalizuar dhe që ke dalë këtu. Tani dua të të pyet, kush e fiton bigun? Jo, unë du të bëj një pyetje. Kush ma solli mu atë të Lori Kafes, kush ma ndroi aty brenda? Mund ta di? Çfarë është ajo? Lori Kafes. Kush është Lori Kafes? Biletën e fatit. Te du më prek, sepse më ke nëzirë gënjeshtar në gjithë Shqipërinë. Ke thonë, je gënjeshtar. Tash, a mundesh të ma të regoni tash një ledoll, se e kam pengun, nuk dalë, me që dola shumë i keq, atëre më thuj, kush më ndroj aty, sepse ishte i grisur, unë e futa në xhep, mas 3 ditësh e pash, thash me vete kush loj. Si? E grisë ti atë, ta thanë dhe e grisa, por ama nuk ishte e grisur aty. O vlla, e grisa ti atë? E grisa. Po pra, ne të pyetëm, the jo. Na gënjeve. Gënjeshtari je, çfarë do tani? Absolutisht. Gënjeshtar dal sot. A di, nëse publik, nëse zot na fal, ne lutem valla. Pse zot na sot do di çka gënjeshtar, se nëse Ledioni thoshte, zotri, ma xhiri çik biletën, më thonë unë do të isha biletën. Tu do të di çka gënjeshtar, jo atë ditë. Atë ditë ishte loja ime. Ki parasysh, ajo nuk është loja jote, sepse ki parasysh një gjë. Çfarë? Që Big Brotheri nuk është Big Brotheri si pas Artan Kolës. Por si pas jush? Pa shumë e mendoj unë? është Big Brotheri si pas Big Brother. Po, normal. Dhe ajo që pam, është ajo që ti mohove. Qa mohova? Këtë pra, grisjen, hapjen e Grisje, po, tash oke, mohova, dola gënjeshtar, kush ma ndroj? Ku e di unë se qarë bënd ti? Ja, po e du sotun, ju shqipti çdo gjë, i keni pa gjitha gjërat e mia. Ku di unë që ngatron ti me atë biletën që e hap, unë nuk jam aty që të shoh, a hape ja nuk hape. Kush ma ndroj biletën, ka që du për jush? Unë. Ja i gjo me që se pyet Artani kështu. Po. I ke lyher tjetër flokët më përpara, apo sot i lyve përpara? Po jo më se dia që do vija unë këtu. Për ne. Ka lyher më përpara? Po si jo, moj ti. Po ta kush e fiton bigun? Po sot i ke lyher përpara? Kush e fiton? Bigun a? Unë. Mas teje. Jo, po do më sjellin atë, pa ma sjell atë. Ani për biletën, do të them unë ty për biletën. Po. Ti po të mos ish ashtu si sotar brigjetar,
Ti sa po ta merre biletën? Po unë e kisha hap më vlla, thuj, kush ma ndroi biletën? E thjesht ti, Big Brotherin. Edhe herë. E shikon po, sa për loja se ke dash ke mendu me. Çka tek e gjot mirë ti që s'le të më ndrej fund. Kush e fiton Bigun më burr? Se nduhet ajo patjetër. Ko ti lyve flokët, po mos i kishin lyve flokët. Më nxirri biletën aty dhe unë do ta them. Ore Bigu kush e fiton? Unë nuk dal këtu, unë do rri këtu. Unë 18 orë kam nejtë, do rridhe 30 orë këtu. Po s'dalja dhe po s'doli aty, kush ma ka fut biletën? Shumë bukur. Ti do rish, unë jam dakord të rish, vetëm rri aty afër Arditit, edhe në rregull. Faleminderit shumë që ishte një kënaqësi. Ishte absolutisht kënaqësi. Ado ja për dorën aty. Unë jam vërtet kënaqur me ty tani. Shpirtitor ky vllai. Respekton burrat. Do dalësh edhe do kesh mundësinë që të shohësh çfarë është bërë gjatë kësaj periudhe me ty. Nga takimi ynë i parë, natyrisht shumë gjëra, edhe u njohëm një çikë, se të njihnim vetëm përmes këngëve e tjera me radhë. Baroj pra kaq. Nuk Vernozi e ka thënë atë. Si e ka thënë? Mos u zvoglo për tu përshtatur, edhe ti ike nga kjo gjëja e simpatikut e njeriut që bënte humor për tu përshtatur me diçka që sa gjendje u kryu aty brenda. Është shumë vështirë. Megjithatë ka diçka të njerëzit janë edhe vet Monika para 3 prajme doli nga vetja. Mamen apo jo? Monika absolutisht jo. Monika doli në vete. Doli në vete, jo nga vetja. Monika është nga vetja kështu siç e shikon ti të qetë. Do të thotë doli në vete. Si doli me Rogertin aty. Thelbi është tani që të gjithë ne, pavarësisht se sa mundohemi, s'duam, në një moment të jetës, do dalim në vete, nuk kemi që bëjmë. Dhe ai imazhi aty, ai formati aty, kam besimin që më forcohet çdo sezon që e bëj këtë program, që nxjerr veten në 360 gradë si pak gjëra në jetë ndodhin ta bëj. Dhe prandaj është aq i bukur dhe prandaj unë e dua kaq shumë. Dhe prandaj të gjithë ata që e kanë bërë një herë Big Brother, nuk u ndahet shpirti nga Big Brother dhe do të kishin dëshirë ta bënin prapë, po stepen, sepse kur e njeh veten aq shumë, fillon edhe i druhesh edhe vetes tënde pastaj. Njerëzit nuk do ta njohin veten kaq shumë. Deri kaq mjafton, po e njohet të tërin pastaj thua pu. E rëndësishme është që hyra si hyra dhe dola ashtu siç des publiku. E vërtetë është. Kjo është e rëndësishme. E mbyllim me këtë. Artan Kola, hyri si hyri, doli si doli. Publicitet.